e mendojnë musliman kanë mendim të mirë se Allahu nuk cakton për musliman diçka keq, vetëm se gjithë një mirë. Për këtë arsye Ibn Qayyim kur e përshkruan çështjen e rrezikut në veçanti që problematika më e madhe e njerëzimit lidhet me këtë, për shkak se njerëzit varren për ta, e ka pruni shembull të mrekullueshëm. Ka thonë a keni pa fëmijën i cili është në embrion në barkun e nonës. Ai me çka ushqehet? Me çka ushqehet fëmia kur në embrion? Ai ushqehet me gjak, nëpërmes kthizës. Nëpërmes kthizës ushqehet. Për këtë arsye nonës ja merr të gjithë vitaminat nuk ninej për kërkan. Për shkak se Allahu Azza wa Jalla ka thënë atij deri në 9 muaj. Mas 9 muajve të parën çështje por sa të lindë fëmiu çka bëhet? Pret kthiza. Mshelët rreziku, i mbyllët dugoja, e zonë zezja prishin letrat, e kthejnë të kupton e qesin, e kthejnë për Zvicrë. Pra çështja kupton para në çështje, të cilët mbyllët rreziku. Mirë po. Muslimani kur është mendim mirë, çka thot? Sigurisht ka deri mirësi nda. Allahu nuk ja cakton një të mirë vetëm me ja dhon di. Çka ndodh me ata? Atëherë kisa dalën këtë dunjë, botë e re për këta, ja fillon Ibn Qayyim i thot me ushqe me diçka që është më e mirë se sa gjaku, kura me qumsht. Edhe ata jo një kanal, po di kanal. E pat një kanal, ju mbyll. Sa ju qëllën? Di kanal. A jeton këta një jetën që ashtu? Jo. Ka thonë deri në 2 vjetë. Dhe kjo është haku i fëmijës deri në 2 vjetë. Do të maksimalja 2 vjetë. Me nëse kalojnë 2 vjetë, fillojnë fëmijët mi dalë dhomët. Pse i dalin këto dhomë? Pa dhomë kanë dalë për me ngronë diçka. A është e mundur, dhe është e logjikshëm, e është për urtësisë, që Allahu t'ja dhuron dhomë, a mos t'i pregatit ati kur gjosh ka me hongër. S'ka krizë. Unë t'i dhash dhomë të më t'i banja qarën vetë vetës. S'ka mundësi. Por ka thonë Ibn Qayyim Allahu ja mshel di kanale, ja hap 4. Fillon ki njeri me pi qumsht dhije, qumsht dele, qumsht deve, qumsht lope, qumsht bollice, se dhe edhe një bollice, po, qumsht bollice, pra ka këto qumshtet ndryshme, dhe fillon ki me pi uj, dhe kejt janë, do thonë familje ujt, i 2. Edhe janis me ngronë, bim, ki janis me hongër brum, dhe janis me hongër mish. 4 dirë, 4 lloj të rrezikit i afrohen atij. Ka thonë këto me këta e vazhdojnë deri kur? Deri dese. Ku të vdese? Pa ba gjithë diç. T'ja marojmë një flinë se ka pas berak, s'ha më flinë. T'ja presmi një edhe, se ha më edhe. T'ja afrojmë qka do, s'ha. Ka thonë kja është hikmeti dhe urësia pëse Allahu ja hap 8 dirë xhenetit, 4 bon duplë, 2 fish, 8. Hi prej cilës dirë të xhenetit donë, edhe a gje, qumshti xhenetit nuk ka si qumshti dunjos. Se Allahu e ka përshkuj qumshtin e xhenetit që ka thonë, a gje kje lumë nga qumshti. E ti kërëtoj është lumë nga qumshti, më rëndë kujtohet, ku e kemi lopën, kofa e tomlit, a ki po të një lumë me qumsht, mund është me po. A më mund me parefitiru, ka thonë qumsht, lumë pe qumsht, lumë prej mjolte. Ato me naklit e mjoltit, a ki pasish? Ato të më thonë e kujtojnë ti më nënë tegl la dela, ti traktizatohet, e thue mi hider, mi edh, mi der shumë tegl. Kejt lumi me mjolt. E qëtëra? Edhe lumë nga vera. Pra atë ka thonë për Ameri Allah, ato të cilët pimë këtë dunjos kanë për të pija që në akiret. Mirë, pa jo është, nuk është vera si e kësaj dunjos. Nuk është sikur këto dunjos, ndryshojnë krejtësisht. Nuk i përngjasin dunjos dhe vetëm nemën. Për këtë arsye kanë mendim të mirë ata që e njohin madhërinë Allahut.